Nderuar kryesues, të nderuar deputet, ligji për Agjencinë Kosovare për Krahësim dhe Verifikim të Pronës vjen si rezultat i papërgjegjësisë së qeverive të drejtanishme të Kosovës, të cilat nuk kanë qenë në gjendje të rregullojnë një problem shumë thelbësor siç është problemi i pronës. Më leni që me këtë rast që përkujtoj që pas përfundimit të luftës së dytë botërore, qeveria e atëhershme jugoslave arriti që këtë problem ta zgjedhë brenda 10 viteve, ndërsa qeverisë së Kosovës 15 vite nuk i kanë mjaftuar për të siguruar regjistrat e nevojshme për regjistrimin e pronës. Konsideroj që deri tani ka pasur mungesë të vullnetit për të rregulluar këtë çështje. Njëra prej arsyeve pse mungon vullneti politik është edhe fakti që kjo situatë është përdorur për të plaçkitur pronën publike, sidomos tokën bujqësore. Unë nuk kam fakte për flitit që ka dhe politikanë që kanë përfituar shumë nga kjo gjendje. Nëse ju referohemi fakteve, dihet që dokumentet kadastrale prej vitit 1983 deri në vitin 1999 janë vjedhur nga pushteti serb. Kjo përveç shumë problemeve të tjera ka shkaktuar edhe një problem për të cilin me sa di unë është folur pak në media, siç është plaçkitja e pronës publike bujqësore. Ju e dini të gjithë se para luftës ka pasur këmbim të pronave mes kooperativave dhe qytetarëve. Sa për ilustrim po përmendin një rast konkret. Qytetari X ka kërkuar të këmbej një parcel të vetën me një parcel të kooperativës. Të dy palët janë pajtuar për këmbimin. Qytetari X e ka marrë dokumentin e pronësisë për pronën e re të këmbyer. Edhe kooperativa ka marrë pjesën që ka këmbyer. Pas përfundimit të luftës, personi X, në mungesë të dokumentacionit kadastral, ka shfrytzuar rastin dhe ka regjistruar pronën e këmbyer përsëri si pronë të vetën, duke prezantuar dokumente të vjetra si dëshmi. Kooperativa nuk ka pas gojë të flasë dhe të kthej pronën që ka takuar asaj para këmbimit. Në këtë mënyrë, personi X e ka shtuar pasurinë për 100% brenda ditës. Të gjitha këto janë bërë duke shfrytzuar nga njëra anë mungesën e dokumentacionit dhe nga ana tjetër mungesën minimale të ekspertizës nga ana e pushtetit ku janë vërtetuar pronat e pronarëve të tillë. Kështu, zonjat dhe zotrinj janë qetërsuar mijëra hektar të pronës bujqësore publike, ndërsa shteti herë në mënyrë të tërthart, herë të drejt për drejt është vënë në funksion të mashtrimit. Dëmet e shkaktuara kështu për shkak të korrupsionit në mungesë të ekspertizës minimale, për shkak të mendjelehtësisë dhe mungesës së profesionalitetit e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë pronën publike. Kjo që them unë është vetëm maja e akullnajës. Përmasit e mirëfill të këtij problemi do të shihen gjatë viteve të ardhshme. Ligji që ne kemi para vetis, përveç faktit që është i panevojshëm dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme të thuhet, nuk e parasheh ngritjen e padisë prej anës së Komisionit të Verifikimit dhe Vendosjes për Pronat në rastet kur vërtetohet që prona publike është dëmtuar, pavarësisht nëse është ngritur ndonjë kërkesë më parë. Përmaset e këtij problemi janë të mëdha dhe shpresoj që Komisioni përkatës në diskutimin e tij të mos i injorojë. Problemi tjetër që dua të shtroj është problemi që ka të bëjë me punonjësit. Neni 24.1 thotë që personeli i Agjencisë Kosovare të Pronës do të bartet në agjenci për aq kohë sa pozitat e tyre janë ende të nevojshme në agjenci. Pra nuk precizon se çka do të ndodhë me personat që do të konsiderohen si të panevojshëm. Kjo lën mundësi që disa punonjës të mbeten pa punë. Prandaj dhe kjo çështje duhet të rregullohet me ligj. Neni 24.5 thotë që anëtarët ndërkombëtar nuk do të marrin kompensim nga buxheti i Kosovës. Praktika e përgjithshme njerëzore tregon që zakonisht punonjësit i përgjigjen atij që i paguan, në këtë rast jo institucioneve të Republikës së Kosovës. Në raport me ligjin për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, ka shi atyre që shtruan kolegja Albulena dhe Albini, dua të shtroj edhe dy çështje që lidhen me këtë ligj, por që kanë të bëjnë me vlerat fundamentale për një shtet të pavarur, vlerën e sovranitetit shtetëror dhe vlerën e drejtësisë. Sovraniteti i vendit si vlerë fundamentale për shtetet e pavarura nuk vjen nga emërtimi dhe nga deklaratat jemi shtret sovran, por nga normat shtetërore të cilat sigurojnë sovranitetin e vendit. Si duket, koalicionit qeveritar ka një përshtypje të çuditshme dhe të panjohur për sovranitetin, çka më shtyn të përsëris ato që tham disa ditë që tham në fillim të kësaj seance në ditën e parë. Thoni që jemi për zhvillim ekonomik, por gjitha shpresat e zhvillimit ekonomik i keni lënë tek investorët e huaj. Thoni që jeni për sovranitet territorial, për ruajtjen e sovranitetit territorial ja keni lënë këforit për shkak
shkak që nuk e keni themeluar ushtrinë e Kosovës. Thoni që jeni për dënimin e krimeve të luftës, ndërsa këtë çështje ja keni lënë gjykatave të huaja. Thoni që jemi për zgjidhjen e problemit pronës, ndërsa këtë çështje po ja lini prapë të huajve. Atëherë cilat shtyllat sovranitetit përfaqësoni ju? Çfarë sovraniteti përfaqësoni ju? Ju nuk përfaqësoni sovranitet, ju përfaqësoni për ulje dhe në fakt jeni për ullur më shumë sa që është për ullur lidhja komuniste e Kosovës gjatë viteve 70 dhe 80. E dyta dhe e fundit që dua shtroj ka të bëjë me dokumentet e vjedhura kadastrale nga pushteti serb në Kosovë. Është pak e habitshme për drejtësinë mënyrën e trajtimit nga ana e Bashkimit Evropian të rastit të plagëshkitjes së dokumenteve kadastrale, ku Serbisë i mundsohet të dorëzojë një kopje të presë së grabitur, por i lejohet që origjinalin ta bëjë. Në një farë mënyre, qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian thonë që nuk ka ndonjë rëndësi nëse dikush e ka origjinalin e Mona Lisës apo kopjen e saj. Njerëzit e artit për këtë krahasim do t'i linçonin ata që mendonin se është njësoj si kopja si origjinali. Tani deputet të nderuar, ju keni për të votuar për miratimin e këtij ligji në parim. Paramendojeni për një moment që juve është vjedh makina dhe ju sot do të votonit për t'u dorëzuar makinën e vjedhur apo origjinalin. Jemi bindur që në rastin e juj personal privat ju do të votoni që t'ju kthehet makina origjinale. Ta shohim, tash është fjala për një ligj i cili ka të bëjë me Kosovën. Ta shohim si do të votoni për këtë ligj. Do të votoni për origjinalin apo për kopjen?